Raport thot shumë gjëra, por mbi të gjitha thot një gjë, që Shqipëria është në rrugën e dur për të përmbyllur teknikisht negociatat brenda vitit 2027. Dhe duke thënë këtë, raporti ka thënë të tëra. Ndërkohë që patjetër që në këtë rrugë të duhur ka sfida në çdo hap. Sfida dhe çështje për t'u adresuar jo vetëm në mënyrë sasiore, por edhe në mënyrë cilësore në çdo hap. Dhe natyrisht që raporti i progresit është një gotë e mbushur për gjysmë. Ajo që ne kemi bërë gjithmonë dhe që do të bëjmë përsëri është që duke marrë të gjithë energjinë e nevojshme nga gjysma plot, të fokusohemi me të gjithë energjinë e nevojshme tek gjysma bosh. Në mënyrë që brenda vitit 2027 ne ta përmbyllim këtë proces dhe në mënyrë që raporti i vitit 2027 të shkruaj rekomandojmë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky është objektivi historik, kjo është ambicia jonë dhe jam shumë krenar që tani më askush nuk harron të thotë që Shqipëria është në pararoj të këtij procesi së bashku me Malnezi dhe që më në fund Shqipëria është shembulli pozitiv që ju jepet edhe të tjerëve që duan të bëjnë pjesë e familjes evropiane. Ky është raporti për mua. Të tjerat janë të gjitha pjesë të detajuara të një procesi ku ne kemi kryer në një kohë rekord hapjen e 5 grup kapitujve. Besoj që do të kryejmë dhe hapjen e grup kapitullit të 6 dhe do ta mbyllim vitin me të gjithë kapitujt të hapur. Kjo ka ardhur si rezultat i një fakti që unë dëshiroj ta risjell në vëmendjen e të gjithëve. Në vitet e poshtrimit, siç unë i quaj dhe do t'i quaj gjithmonë, ato vitet kur na jepte Kadiu po na e refuzonte Aliu, do me thënë kur komisioni rekomandonte hapjen e negociatave dhe për shkak të 1, 2, 3 vendeve Këshilli nuk arrinte dot t'i hapte negociatat me Shqipërinë, ne kemi bërë eksaktësisht atë që e kam përsëritur aso kohë. Jemi përgatitur për ditën kur negociatat do të hapeshin dhe kemi punuar njësoj sikur të ishin hapur. Dhe për këtë arsye grupi ynë negociator ka shkëlqyer në këtë proces, sepse nuk ka vajtur në tryezën e negociatave për të mësuar aty se çfarë do të bëj, por ka qenë i mirë stërvitur gjatë epokës 3 vjeçare të poshtrimit të Shqipërisë.